Vetëm diçka, se më duket që është pak e pandershme si takim. Flasim për ekonominë, unë jam Gjënsili, fshatar nga Vlotëqishti i Maliqit, gazetar me profesion. 2/3 e ekonomisë në Juglindje varet nga bujqësia dhe blegtoria. Sot që flasim, për sa i përket ndarjes administrative territoriale, Bashkia e Maliqit, të paktën 300 hektar tokë janë në ujë. 300 hektar tokë janë në ujë për shkak të përmbytjes. Bashkia e Maliqit thot, unë nuk kam lek që të shkoj të hap kanalin të parë dhe të dytë, të pastroj tokën. Shkon, i thua kryetarit të bashkisë të kthen këtë përgjigje. Shkon te bordi i kullimit thot që unë nuk kam lek sepse po pres tenderimin nga diella. Shkon në Tiranë, thon, ne po presim PPP-n, po presim APP-n, kemi nevojë për 3 muaj, në 3 muaj vjen shtatori po erdhi, nuk pastrohet kanali, fillon përmbytet prapë sheqera si Maliqi 24 dhe pylli fazanëve. Pra, ajo çka do duhet të diskutohet sot, në gjykimin tim shumë modest, është ky: sa fuqi kanë bashkitë e vogla që të jenë proaktive me qytetarët. Infermieri dusharit nuk shkon në punë në Maliq, po e marr kot shembull. Shkon te kryetari i bashkisë, thot mjeku nuk është në administrimin tim. Shkon te drejtoria e shëndetit publik, thot që mjeku nuk e kontrolloi dot tun, po e vendos drejtori rajonal i Elbasanit. Do me thënë, në qoftë se drejtori rajonal i Elbasanit e di ku është dushari i Maliqit, pra, ne sot duhet të jemi të ndershëm. Dhe ky takim nuk është i ndershëm, se duket sikur i thoni popullit, shfryuni ju tani, bëni sikur flisni, dhe në fund fare ne do vendosim çfarë të duam ne. Në fakt, këtu duhet kishte 2 apo 3 propozime nga ana e komisionit dhe qytetarët duhet të kishin kohën e mjaftueshme nëpërmjet medias, nëpërmjet partive politike, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet çdo gjëje dhe të shikonin çfarë mundësi kishim. Tani çfarë po bëjmë ne këtu? Ne po vim, po flasim, vetëm po flasim, në fund fare do folëm për postën, folëm për bujqësinë, folëm ekonominë, duket sikur këtu është Donald Trumpi dhe nesër ose Aladini do t'ju fërkojmë ju dhe ju do na zgjidh fjalët ne. Në fakt nuk funksionon kështu. Pra, unë jetoj në fshat aktualisht, punoj edhe si gazetar. Në fund të ditës, babai im pyet, përse u bëre gazetar kur ti nuk jep dot zgjidhje hallit tënd? Pra se hipotetikisht është e gabuar të vim tani këtu të bëjmë shenjtorët e pushtetit lokal apo qoftë edhe të opozitës, kur vetë Partia Socialiste me propozimin e saj shkatërroi gjykatat. Pra, ai burri nga Leskoviku duhet të niset në mëngjesin e të hënës, të arrijë të mërkurën në darkë, të arrijë në Tiranë, i vonohet avokati, i vonohet prokurori, duhet kthehet mbrapa, se s'ka gjykat këtu. Pra, vëmendja ndaj rretheve lokale, vëmendja ndaj qyteteve të vogla ka humbur. Dhe propozimi im do ishte ky, fillimisht na sillni ne çfarë do bëni ju, që t'ju themi kush është më e mira, dhe së dyti që ta përfundoj ndjes për kohën, është a ka vëmendje për ne? Se duket sikur ne ju po na shfrynin tani, ne e nxorëm këtë dufin ton, ikëm tani, do qeshin, do pim kafe dhe ju prapë s'do bëni asgjë. Pra, ne s'kemi gjykata, ne nuk kemi lek të rregullojmë tokat tona, ne nuk kemi lek të kemi shëndetësinë tonë. Në fund fare, çfarë po na duhet kjo gjëja këtu? Kaq kisha. Faleminderit. Po, zonja? E di që do thoni pse e more përsëri fjalën, po dua të them vetëm diçka. Një gjë të vogël. Unë nuk kam ardhur si, do me thënë me qenë se më është ditur që jam me opozitës, kam ardhur si qytetare. Dhe jam një nën që në 2013 kam vendosur të kthehem nga emigracioni dhe vendosa që fëmijët e mi të rit këtu. Mendova që do t'i ris këtu ashtu në bujqësi si që rita unë. Dhe doja të thosha vetëm një gjë. Në fshatin Kolanec, si që i dim të gjithë rruga dhe sa vite duen që të bëhet. Pas nesër është një festë në fshatin Kolanec dhe hejani të shikojmë se si do ngjitemi. Në datën 5 korrik festa e qershive, e cila a do ketë dhe qershi. Do e përmbyllim sepse ishte 2 minuta, vetëm një sekond. Një sekond. Dhe pastaj dua të them edhe një gjë. Me qënë se këtu kemi drejtoreshën e arsimit, përse shkolla në Kolanec u mbyll, a edhe mund të jepet një përgjigje. Dhe e dyta, unë vi nga një fshat si Dishnica, zotria këtu, tha nga komuna e Bullgarecit, që është sistemi kullues super.
sistemi i Vaditës. Unë kam 12 dylym që i punoj në fshatin Dishnit dhe shkonte para shumë vitesh për të vaditur deri në fshatin Shamol. Kurse sot, me zi i qojmë, 2 parcela në nxade ujin. Kështu që nuk është e vërtet ajo që thonë, ka punuar bashkia me sistemi Vaditës, me sistemin, sepse këto unë i kam nga eksperienca ime, e cila çdo ditë. Ju falemderit. Po, në fakt koha e parashikuar për këtë dëgjes ka mbaruar. Unë mbase 2 ndërhyrjet e fundit, zotrinj të 2 ndërhyrjet e fundit, zonja dhe një zotri dhe e përmbyllim. Po. Ju lutem. Unë quhem Enida Axhi dhe jam banuese në Bashkinë Devol. Ajo që do doja të thoja në lidhje me çështjen e reformës territoriale është që ajo duhet të mbajë parasysh forcimin e pushtetit vendor dhe jo dobësimin e tij. E them këtë pasi bashkia është ajo dera apo porta e parë ku troket qytetari për të marrë zgjidhje për shërbimet që ka nevojë në jetën e përditshme. Unë kam qenë pjesë e administratës vendore dhe para 2014-s, kur funksionon të ligji vjetër me komuna dhe bashki, edhe më pas kur u bë ajo bashkia e madhe. Ajo çfarë kam konstatuar unë është se territori menaxhohej shumë më mirë në kohën kur ishin komunat, sepse administrata ishte më e vogël. Kryetari i përkiste atij komuniteti, kishte lindur aty se dhe për shkak të ligjit një kryetar bashkie që të kandidoj duhet jetë banor i atij komuniteti. Dhe duke qenë banor i atij komuniteti, i njihnin më mirë problemet dhe i menaxhonin apo i zgjidhnin më mirë ato. Ndaj unë mendoj që reforma duhet të ketë parasysh parimin e decentralizimit. Vitet e fundit kemi parë një tendencë për të centralizuar institucionet. Pas vitit 2004, unë po marr rastin e Bashkisë Devol. Nga 2004 janë suprimuar ose janë shkrirë drejtoria e buqësisë, drejtoria e pyjeve, ujësjellsi dhe së fundi kadastra. Atëherë, çfarë ka përmirësuar në jetën e qytetarit centralizimi i institucioneve? Po them asgjë, përkundrazi, sepse njësia më e largët nga Devolli për të shkuar ai të merrte një shërbim kadastre në Bilisht, i duheshe të themi 27 km. Tani ai duhet të bëjë dhe 20 të tjera të shkojë në Korçë, qoftë edhe për një vërtetim të thjesht pronësie. Kemi rastin e gjykatave. Nëse deri le të fokusohemi te funksionet e bashkive. Gjykatat nuk janë funksioni i bashkive. E kuptoj. Për arsye të kohës. Jo, e kuptoj. Unë mora thjesht për analogji, sepse nëse një proces dikur zgjaste 3 javë, sot duhen 3 vjet në gjykatën e Tiranës. Pra unë e kam me parimin e centralizimit dhe decentralizimit. Ju faleminderit. Le t'ja kalojmë zotrisë dhe e përmbyllim. Faleminderit. Përshëndetje. Unë quhem Vasfi Sherifi. Kam punuar agronom që nga viti 1978, vazhdoj të jem përsëri në punë, pavarësisht se kam dalë në pension. Njëkohësisht jam fermer sepse prej më shumë se 25 vitesh jam tepër mbjell një sipërfaqe prej mbi 50 hektarë, si prodhues i farës së grurit, të certifikuar nga enti shtetëror i farmave. Ashtu punoj si farmacist dhe i ndodhem të shumtëve të fermerëve që punojnë me mua në momentin e duar për të ndihmuar sa ka mundësi. Unë banoj vërtet në qytet prej vitit 1994, por tokat ku unë punoj kam në Bashkinë e Maliqit në njësinë administrative të Pojanit, sepse jam edhe vetë pojanak. Po të kishim një ekspozit prodhimit bujqësor të ardhura financiare që sigurojnë fermerët e Bashkisë Maliqit, të Korçës, të Devollit, të Kolonjës, të Pogradecit, natyrisht Bashkia e Maliqit do të ishte me 2-3 fish më shumë në prodhimin bujqësor në të gjithë treguesit financiar krahasuar me bashkitë e tjera. Po kështu dhe për numrin e popullsisë që juve mund ta dini më mirë. Edhe si rezultat desha të them që në fillim që
jam plotësisht dakord që bashkitë të qëndrojnë kështu siç janë, në këto nivele, të paktën për Bashkinë e Maliqit, ku mund të flas me kompetencë. Gjithmonë për të parë se si kanë shkuar punët me administrimin e dikurshëm, me komuna dhe administrimin e tanishëm, do ishte më e besueshme të përdorshe metoda e krahasimit. Dhe natyrisht këtu u thanë avantazhe dhe disavantazhe nga të pranishmit. Unë do të thosha që më eficiente ka qenë kjo formë administrimi. Sa për dëgjesat, juve po bëni dëgjesa, thatë edhe numrin e tyre dhe shumë mirë bëni. Problemi është që dëgjesa duhet bënë më tepër edhe për radhët dhe problemet e fermerëve. Po të ishte për problemet që ka fusha e Korçës, në të gjitha treguesit, në gjithë kulturat bujqësore, si për prodhimin, si për shitjen, unë këtu kam të flas, domethënë me orë të tëra. Dhe prandaj këto dëgjesa duhet të bëhen dhe në këtë plan, nuk janë bërë. Më së pari, fermerët e Korçës, të Maliqit, në veçanti, me prodhimet e tyre, sidomos të qepës edhe të patates, e vuajnë shumë shitjen. Unë i di shumë problemet e tjera që kanë të bojnë me menaxhimin, edhe fermerët kanë problemet e tyre, por skemat e ndihmës duhet të fokusohen në drejtim të magazinimit në magazina të cilët fermerët të dorëzojnë prodhimet e tyre. Po jo në magazina si që kanë qenë deri tani dhe si që po bëhen, deri tani që nuk i përngjajnë as magazinave të viteve të fundit të monizmit, të cilat ishin parashikuar të kishin si regjimin termik, si regjimin domethënë e lagëshisë aty në magazinet e tyre. Nuk ndodh kështu, nuk ka ndodhur, e po su bë kjo, do kemi gjithmonë probleme. Gjithsesi faleminderit, unë jam me atë që të qëndroj kjo formë administrimi. Ju faleminderit.